një pyetje të fundit për ta mbyllur zonja Dade. Në këtë situatë që është bota sot, me ardhin e Trumpit, ku po shifet lëvizjen që po bëhet në Europë, me shtetet e Europës në lidhje me NATO-n. Lëvizjet që po bëhen me tarifat e zonat e interesit, por këto shtetet e mëdha, siç thonte Pater Anton Arapi, në këtë kohë shkelma shqipëzien të mëdhej, na duhet me rujt atë thelbin ton. Tashti nuk e dim se si mund, se ka ndodh, mas luftës së dytë, domethënë ato ndan zonat, e dim gjithë tash erdhi Bashkimi Sovjetik këtu. Nuk e dim ç'do ndodhi. Mund të vazhdojë edhe kështu, por a jemi të përgatitur ne si komp? Pra, kryeministri Rama dhe kryeministri Kurti, a do të kishin pas një bashkëpunim më të afërt dhe një strategji edhe për mbrojtjen ushtarake. Sido që tjetë puna ndodhi, po themi u shpërbën NATO një ditë. A jemi të përgatitur ne me fëqinjtë tanë që dihen tash politikat e fëqinjve tanë dhe synimet që kanë fëqinjët tanë pavarësisht marrëdhënieve që kemi ne, dhe unë them, ndaç me Greqinë, ndaç me Serbinë, ne duhet krijojmë marrëdhënie të mira, se as serbët nuk do hikin kund, as ne nuk do hikim kund, as grekët nuk do hikin kund. Kjo më kujton atë vargun e fishtës që thotë se Ballkani o ty me mjegull, rryna zot se të bën ai tjegull, e na bie kresa edhe ne, prej Ballkanit hajër nuk e. Tani unë besoj që Ballkani i kalon pas ato konfliktet e përgjakura dhe me vështirësitë përkatëse e ka nisur rrugën drejt proceseve integruese. Dhe kjo është një aspiratë e popujve që jetojnë këtu. Përtej faktit që aktorë të tretë jashtë rajonit, siç është Rusia, përpiqen që ta frenojnë këtë proces dhe sigurisht përmes vendeve ku kanë autoritetin edhe më të spikatur dhe që kanë edhe lidhje tradicionale, në rastin konkret me Serbinë. Shqipëria është një vend i NATO-s, ashtu sikurse është Maqedonia e Veriut edhe Malizi, dhe kështu që neve patjetër që çdo gjë që bëjmë në fushën e mbrojtjes e kemi të koordinuar dhe të asistuar edhe nga NATO, sepse jemi antar të NATO-s dhe madje mundohemi që të bëjmë kontributin ton në këtë suaz të NATO-s. Dihet që përpos faktit që ne kontribojmë edhe me trupa në vende të tjera, Shqipëria ka pas trupa edhe në Bosnjë, në Okelion e Gjermanisë, por gjithashtu deri në Mali kemi çuar trupa kur na i ka kërkuar Franca, dhe ata kanë qenë në flamurin francez, sigurisht pa kosto ekonomike këto, por për të treguar që me vendet partneret NATO-s ne patjetër që bashkëpunojmë, ashtu sikurse kemi pasur në Afganistan, madje në Irak, po jo në frontin e parë, kanë qenë në Prapavi, duke u përgjigjur koalicionit antiterror në kohën e presidentit Bush, mbas sulmit që pësoi 11 shtatori, dhe një parantez këtu, unë punën time si ministre e jashtëm e kam nisur me një telegram drejtuar Colin Powell për tragjedinë, për të ngushëlluar për tragjedinë, dhe mbase kam qenë ndër shqiptarët e parë që kanë vajtur në Ground Zero. Edhe kam edhe fotografi atje, sepse Asambleja e OKB-s u shtypur në nëntor atë vit. Dhe sigurisht puna ime filloi me një aktivitet intensiv diplomatik edhe në rafshin europian, sepse patjetër që pati konferenca diplomatike, sepse shumë vende u rreshtuan në koalicionin antiterror dhe Shqipëria që ndër vendet e para që u rreshtua me koalicionin antiterror. Por në kuadrin e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian dhe në situatat e reja që janë krijuar me zgjedhjen e presidentit Trump, unë mendoj që ne kemi të linjëzuar politikën e jashtme me atë të Bashkimit Evropian. Dhe dua të vë në dukje një hap nga kryeministri Rama, të cilin unë e kam mbështetur kur presidenti Trump i 2016-2020 i kërkoi Shqipërisë që të lëvizte ambasadën nga Tel Avivi ta çonte në Jeruzalem, ambasadën e Shqipërisë në Izrael. Dhe Rama i ktheu përgjigje të letrës dhe i tha që ne e kemi të linjëzuar politikën e jashtme me Bashkimin Evropian, sepse si vend kandidat ne patjetër që nuk mund të bënim ndryshe, por e kishim në një linjë me Bashkimin Evropian politikën e jashtme dhe sigurisht. Dhe ka qenë veprim i mirë. Dhe sigurisht që një veprim i mirë. Kosova për arsye të tjera, me që Izraeli e njohu si shtet, e ka çuar në Jeruzalem, i cili mendoj që ka qenë një provokacion atëherë, sepse dihet që
demokratët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe republikanët historikisht kanë qenë për krijimin e dy shteteve. Prandaj duhet të përkushtuar më shumë vëmendje lidhur me buxhetet e mbrojtjes, ashtu sikur se ka bërë Gjermania, ashtu sikur se kanë bërë shumë vende të tjera. Nuk e di rastin e Shqipërisë, sepse besoj që neve e thash edhe një herë, hapat i marrim në bashkëpunim edhe me këshilltarët që kemi këtu të NATO-s, por është një hap mjaft i mirë pozitiv përpara që neve konsiderohemi partner serioz nga gjithë vendet e NATO-s dhe ata kanë ardhur dhe kanë bërë edhe shërbime të përbashkëta këtu, sikur sa është rasti edhe i Mbretërisë Bashkuar në mënyrë të veçantë.